dikush vjen edhe do në diçka me bëj që s'duhet, më ndonë 1 milion euro nuk e bëj. Sigurisht se bëj. Sigurisht nuk e bëj. Edhe gjithmonë thash, futem këpus të pacientit edhe e shoh si ai sheh mu. Më thonë, edhe aton që e thonë, prapo thonë gjithmonë qëndroj pasaj. Gjithmonë e marë përgjegjësinë edhe në çdo kohë më ka në shërbim. Po. Besa të pas parasysh që je krejt kohën, pothuajse një periudhë shumë gjatë ditës në spital. Qysh arrin me gjetë balancin mes jetës personale dhe profesionale? Na kemi zgjedhur me jetu afër spitalit. Po, kjo është një plusim. Kështu që i ndaj punët me kohë. Pjesën për cilën duhet me qenë spital, i kushtona punës. 100%, po. Andaj ndahna me epizoda. Po. Të shtëpia, të fëmijët, të familja, ka momente që na jemi njerëz, muj me kanë edhe diçka smut. Po mjekun e kemi gjithë afër, kështu që e kalojmë ma letë, na vjen veç një telefon me bë. Nuk është e lehtë, po kur don me punu, kur e don punën edhe thjesht kur don me përkra personin për cilën e kenë krah jetës. Po. Sfidat duhet me i pranu. Jo më këtë e keni këtë sloganin, s'ka mu nalë, s'ka mu lodhë. Jemi mundu me ju pështat, taman që ashtu që shka thonë doktore. Ka njerë lodhemi, nuk do me thonë që nuk lodhemi, po e kemi vendosë mës me u dërzu, edhe kur lodhemi. Po nëse fëmijët e juaj do ta shihnin këtë intervistë pas 10 vitesh, cili do të ishte mesazhi juaj si prind për ta? Prap me punën tonë kemi ndiku të ta që ata më marrë me mikësi. Unë personalisht ka qenë shumë i lumtur për iniciativen e tyne, për punën që po bojnë, që ti kam shpejt bashkëpunëtor të punoj me ta. Unë i kom thonë çdo profesion që e merr një tjetër, e kom thonë ka herë, edhe pse tash po mundone nga pak shkon na kemi folë, keni fillu, ju mendoni prapë që dhe. Nuk do me thonë miksi. Po çdo profesion tjetër që e merr ai ka me fillu nga zeroja. Mund të jetë gazetar shumë i mirë, mund të bëhet inxhinier i mirë, arkitekt i mirë, po ka me fillu nga zeroja. Qofse marrin miksin, e kanë vendin, e kanë rrugën, do me thonë çdo gjë është e përgatitur edhe mandej vazhdojnë. Në botë shumë çmohet pedigreja. Në qëllë se ke pas prindin të aty gjyshin ashtu atëhere është e keni një mos të në gjene, realisht edhe në gjene po je diqysh i marun për qatë punë. Ke pas si unë e dikush që ka këngëtar për cilët të fëmijët ajo, do me dhona e pedigreja ka rëndësi. Gjenit janë shumë rëndësi. Shumë e saktë. Besa edhe prej teje një këshill për gjithë ato çifte që dojnë me ndjek me gjetë ekuilibrin mes jetës personale dhe profesionale. Dashta mund të lidh edhe pak me doktorin për pjesën që u diskutu. Fëmijëve të mi ju kisha dhënë një mesazh që një lloj sikurën edhe Ademi që kemi bashkëpunu edhe kemi bashkëjetu profesionin, unë e profesionin e doktorit, edhe ata me i pas bashkëshortet ose njerëzit që kanë me përcjell një jetë, kratë punës, mandej aty lidhet dashuria, lidhet gjithçka.